Orest, ti ke bërë një studim të detajuar të pjesëve për Volkswagen Golf. Ka ndryshime dhe nëse ka, cilat janë ato? Patjetër, ndryshime ka, edhe pse u munduam pak për t'i gjetur janë të pakta, kryesisht ndryshimet janë midis versionit amerikan dhe versionit europian. Nisim që nga pjesët e jashtme, ndryshimet ishin parakolpi, prapakolpi, fenerët, stopat. Zakonisht Amerika ka limitime në pjesën e ndriçimit, dalim tek pjesët brenda, ambientit makinës, është kilometrazhi dhe radio. Radiot, frekuencat janë të ndryshme, janë digjitale toksore në versionin europian dhe korean, ndërsa në atë amerikan janë Sirius XM ose të ndryshe satelitore, ku ka dhe opsionet me pagesë. Për të kaluar pasaj tek ndryshimet tek pjesët teknike, përgjithsisht katalizatorët ndryshojnë, centralina e makinave versioni amerikan është programuar që të punojë dhe me karburant me oktan dhe cetan më të ulët. Deri këtu pra thamë që ndryshimet janë të pakta, kryesisht të shkaktuara nga tregu. Por a ka ndryshime fizike?